Johnson që ta merr fjalën. Faleminderit, të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë ministra dhe zëvendës ministra. Ministria e Mbrojtjes mbi bazën e objektivave dhe planifikimeve strategjike në bashkëpunim me shtetet aleate, në koordinim të plotë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka iniciuar lidhjen e marrëveshjes kornizë për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes, ndërmjet Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfaqësuar nga Departamenti i Mbrojtjes. Qëllimi i kësaj marrëveshje është që të dy palët të angazhohemi në avancimin e bashkëpunimit në fushat e mbrojtjes si planifikimi i mbrojtjes, qëndrueshmëri strategjike dhe ngritje të kapaciteteve strategjike ushtarake. Një hap i tillë i bashkëpunimit është ndërmarrë në përputhje me qëllimet e integrimit më të gjerë euroatlantik, frenimit të kërcënimeve për sigurinë, rritjen e ndërveprueshmërisë, gjithmonë duke u mbështetur në partneritetin e fortë ekzistues në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Në mënyrë që kjo marrëveshje të finalizohet në përputhje me dispozitat e ligjit për marrëveshjen ndërkombëtare, kërkoj miratimin në parim të nismës për lidhjen e kësaj marrëveshje ndërshtetërore. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj.